Malësia e madhe po vuan mungesën e ujit të pishëm që në këtë ditë me temperatura përvoluese është kthyer në një sfidë për shumë familje. Situata e rënduar që kalojmë shatrat e kësaj zone është prezente prej vitesh dhe asnjë zgjidhje nuk ka ardhur si nga pushteti vendor, ashtu edhe nga ndërmarrja ujësiellës kanalizime. Problematika u ngrit edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Malësisë së Madhe. 35 vite mos ketë ujë, edhe shpenzime, siç thonë, se dokumentacione s'kena pa dhe nuk kemë drejtë, se nuk kena strukturë ka mos ajer që ta buzojmë se kë ka u bëzua, kë ka ban, kë ka këthe, janë strukturat tjera, ato që i marrin. Ka njerëz që janë invalid, janë traumatizuar me çështje mendore dhe nuk kanë absolutisht kurkush mundësi me ullon ujë me pi. Se për lamje ka 2 javë, nuk është tërë, dhe më thonë që më ka thonë burri i bosta, nuk e kam pa në herë vedin makes. To me përfshi, nuk ka rafshë e hutit. Bajza, thëmë shatnët, të na vjen kajfi ujë. Për gjithë vërtet. Vjen, atë unë me i gallë në tjera në lagje që vjen. Vjen me një orar, nërshim, pa nërshim, her ka ajo depozita atje 20 centim, her 50 centim, her 30 centim, tonë pra laj është që nuk kanë gorat, nuk kanë zabora, nuk kanë shkrele, ka kompliku i sërë. Tu ka përshpritje që shpërdërohet ujë. Pranojna duhet ju si drejtori me kërkuanim. Bajthirje në përgjithësinë teme, që edhe në përmes medjeve, tu që pos pa shkërbim mos paguajnë. Në neglizhimi i tash 35 viteve, për mos me pas, aty hinë problemi. Nuk thëmë se i fajtor ti, as ti aty. Në shpejtit, i kërtoj edhe kryetarit, që ta dhenë në rendin e ditë, që një intervalancë edhe me drejtorin. Unë nuk thëmë se nuk besin dy shtëpia pa ujë o 3. Se ujësiellësat janë bërë në atë mënyrë, si kanë bërë tjetë projekte, si kanë bërë, nuk kanë po jenë, që mos të ashtunë. Shkon ujtë në fund, culeve, me dojë këtu. Shkon në fund të lagjes atje, një me hap qezmen aty, ose me fut matorina i konë sa dhe gjona, i bjen presoj nuk bjen pika këto, se nja që ujë ka. Mungesa e ujit të pishëm mbetet një prej problematikave më të ndjeshme për banorët e zonave rurale të Malësisë së Madhe, ku temperaturat e larta gjatë muajve të verës e bëjnë të domosdoshëm furnizimin e rregullt. Banorët dhe përfaqësuesit vendor kanë kërkuar prej kohësh një ndërhyrje konkrete dhe zgjidhje afatgjatë në mënyrë që furnizimi me ujë të mos mbetet një problem që përsëritet çdo vit, por deri më sot asnjë investim nuk ka ardhur në këtë drejtim për këtë problematikë të trashëguar ndër vite.